1 kilometër rrugë që lidh Fierin me Zhupanin, e cila është pjesë e rrugës nacionale Fier-Levan, ka mungesë infrastrukture. Banorët e kësaj zone thonë se duhet këtë trotuar ndriçim sinjalistik, gjë e cila ndër vite ka munguar dhe është kthyer në burime aksidentesh. Mungesa e infrastrukturës dhe sinjalistikës në vetëm 1 kilometër rrugë që lidh Fierin me lagjet Zhupan, Driz dhe Peshtan i Vogël është shndërruar në burime aksidentesh të përsëritura, shpesh me pasoja tragjike. Ky segment, pjesë e rrugës nacionale Fier-Levan, përballon çdo ditë trafik të rënduar, ndërsa banorët e zonës kalojnë në këmbë apo me bicikleta në kushte të rrezikshme. Po, kush da bëj? Këta që janë qeveritarë që jemi ne, duhet e ndryshimit, duhet hapësh gjadën. Gjadja është e ngushtë. Kare be vrar një sjarë, ja, i vrarja më një, vrau maqina, ja. Në rrugë, ja këtu. Në rrugë. Po është problemi atje shikon vetë. Mungesa e trotuareve, ndriçimit dhe tabelave paralajmëruese i ekspozon banorët ndaj rrezikut për jetën. Aksidentet me plagosje dhe humbje jete nuk kanë munguar, por pavarësisht kësaj, asnjë ndërhyrje nuk është bërë. Banorët e Drizës pohojnë se situata është e njëjtë prej vitesh. Po çfarë trotuare ndriçimin në disa herë është bërë aksident këtu tek kryqëzimi azotik Vlorë. Shumë aksidente po bëhen. Edhe nuk po merr masë, bin matin, bëjnë gjoja dhe me fjalë të mira vë popullin në gjumë. Është krim. Asnjë pikë domethënë që të ketë ndarje xhade që kalojnë këmbësorët apo bicikleta apo motor, unë detyrojmë kalojnë aty krah. Jo, probleme kemi. Neve na kërkojnë vetëm për interes të votojmë edhe pastaj thonë miru pafshim. Patjetër ka problematik. Rruga është e ngushtë, nuk ka trotuar, makinat në trotuar, ne dalim në rrugë, urdhëm thua ti si zgjidhet kjo punë. Ta zgjidhet bëhet rruga ta. Të gjitha do të ketë, se tu ka qendra banimi në gjitha anë. Dhe domosdoshme aksidentet vetëm në rrugë merr. Biles është ngushtuar se është këtu asfalti. Ta hajdutut që marrin tenda e çon atje. Ka qenë 8 metra, është 6. Ndërtimi i trotuareve si dhe vendosja e ndriçimit dhe sinjalistikës do të mund të garantonin sigurinë e afro 3000 banorëve të këtyre lagjeve që prej vitesh udhëtojnë në një aks rrugor që u kërcënon jetën çdo ditë.